Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog mas 23. Ja dhe unë që ka vendosur të rozën, kjo është e gocave, është set me 2 lastikë flokësh, nuk e di se çam kapi, po me që kisha edhe këtë triken me push roz. Edhe thash si fus një kombinim kështu. Si çdo ditë do ta nisim vlogun ose ditën me kafen e mëngjesit. Mora kafen, sot jam gop me gjumë, po të shikoni si sa do që duket të fryrë, jam gop me gjumë, sinqerisht. Të tregoj qik që keni zili. Ka lak shiu, ka bërë shull, ka rënë një shi këtu, sa shkova ke makina, sa hyra brenda, u bëra ujë, dola prap, sa e parkova, sa erdhe dhe kafja prap ujë. Tregoj qik kafen që ma kanë qarë. Ja, kalamajat atje e kam për kafen. Ka marrë makinën e punës së Fatmirit, shkoni qik mbrapa, robe pune, letra atje mbrapa, kështu që do me duhet ta çoj për ta larë. Fatmiri ka marrë makinën time sot. Edhe shiu nuk ka pushu asnjë minutë. Sot po i bëj qefin kalamajve, gocave, duan McDonald's, kështu që do të shkoj tek McDonald's me që kam punë afër. Edhe ju a thash që kjo është makina punës, kjo është makina punës. Bie shi. Atëherë po hy tek McDonald's për të marrë. Kam hyrë këtu në qendër tregtare. Edhe do marrim gjëra, ato për të ngrajë për goca, se unë nuk i dua. Kam ngel në trafik, do me them bet nami, krau këte vetën mikën, krau që jam unë, që dua të shkoj në shtëpi, është e pa mundur, nga që janë prak Krishtlindje dhe udhtojnë, do me them njerëzit, sidomos me makina, të bet nami, sepse në Greqi janë Krishtlindjet në datën 25. Dhe t'imagjinoni që makina nga jashtë është larë, problemi është nga brenda. Kam shumë letra, kam shumë skica, Fatmiri ka dalë, do me thënë, jashtë qytetit, nuk do të kthehet dot, prandaj më ka marrë makinën dhe mua me duhet të merrem me shumë punë, ka lënë një ngarkesë shumë të madhe. Me disa letra, me disa skica, po t'ju tregoj pjesën mbrapa, nuk e keni idenë se si është plot me letra. Do ikim se na u hap semafori. Tani do merremi me dekorin e tavolinës, me që jemi për Krishtlindje. Do të bëj një dekor të thjeshtë, sepse kur janë festat mua më pëlqen që tavolina qëndroj, do me thënë e dekoruar, edhe kur kemi për të ngrënë, pastaj i vendosim për të ngrënë. Tani nuk do ham, se nuk e kemi Fatmirin, por mund të ham, do me thënë, shumë vonë, sot vetëm unë me goca. Tavolina ime shpesh herë çdo vit qëndron e dekoruar, më pëlqen. Nuk e di, po të paktën për, do me thënë, e shumta një javë qëndron e dekoruar, pavarësisht sepse e ndroj dekorin, për shembull tjetër për Krishtlindje dhe tjetër për vitin e ri, duke qenë që jetojmë në një vend ortodoks, patjetër që edhe ne kemi atë dëshirën, ndoshta për hir të fëmijëve, për ta festuar deri diku, do thoja, por e pëlqej, do me thënë, kam një tip që pëlqej shumë dekoret, nuk e kam lidhje me fen, çfarë do lloj feje më pëlqejnë shumë, jam e fokusuar tek dekoret, tek gjërat e bukura, pse jo edhe tek festat. Pra për mua nuk ka rëndësi feja, janë festat ato që unë i dua shumë. Çfarë do lloj feje, duhet kemi shumë dashuri, shumë harmoni me njëri tjetrin, s'ka lidhje fare kjo gjë. Unë s'kam shikuar asnjëherë fen, se çfarë feje kam shoqen, duke qenë që unë jetoj këtu, unë kam shumë shoqëri që janë ortodokse, katolike, kam dhe muslimane, patjetër, edhe nuk mundem dot të shikoj t'i them tjetrit, duke qenë që ka njerëz shumë të mirë t'i them çfarë feje ke ti, po unë po largohem se. Absolutisht. Nuk e kam shikuar ndonjëherë, nuk e shikoj dhe asnjëherë nuk do ta shikoj këtë çështjen e fesë. Absolutisht. Mjafton njeriu, pra për të gjithë ju që jeni ortodoks dhe katolik dhe i festoni shumë Krishtlindjet, ju uroj Krishtlindje të mbara edhe të bardha. Gjithashtu ju uroj të gjithëve gëzuar festat
edhe vitin e ri, më shumë ne festojmë vitin e ri, do me thënë unë jam rritur në një familje që ne gjithmonë, kur ndrohesh ora do me thënë, dhe ndroheshin moment vitet, kjo ka qenë ajo që ne kemi festuar gjithmonë. Gjithmonë, çdo vit, ishte festa e vitit të ri, babagjyshi do me thënë që vjen kur ndrohen vitet, e na ka sjell dhurata, e tjera e tjera. Edhe unë dhurata, do me thënë gocave gjithmonë ja jap natën e vitit të ri. Do pastrojmë tavolinën edhe do bëjmë një dekor të thjeshtë.
Tavolina do të qëndroj kështu sonte, pa tjetër që do të ham, nuk diskutohet, por përsëri, do me thënë edhe pjatat dhe se do t'i marrë, do t'i laj, përsëri do t'a bëj edhe nesër të njëjtën gjë që tavolina do të qëndroj shtruar po njësoj. Kështu që nëse keni dëshirë ndonjë ide, edhe mund ta merrni, nuk është ndonjë gjë. Unë nuk e kam marrë askund, është thjesht ideja ime me ato që kisha në shtëpi, pa bler gjëra të reja, përveç se pijeve patjetër, ndërsa të tjerat i kisha edhe kjo e qirimve, besoj se e dini, ndërsa pjatat këto, gjitha unazat për dekorin tek picetat, i kisha gjitha, asnjë gjë nuk mungonte dhe ju uroj të gjithëve gëzuar Krishtlindje sa më të mbara. Unë nuk kam marrë gotë, por gjithsesi ju uroj me shishe. Kam një shishe të hapur vere, por dua e mbusha edhe gotën për t'ju uruar, pra gëzuar Krishtlindjet për gjithë ata që i festojnë, pse jo gëzuar festat, sepse nuk e di, domethënë, a do arrit bëj një tjetër vlog për vitin e ri, po gjithsesi do t'jeme në Instagram, patjetër nuk diskutohet, që do ketë një tjetër dekor super shumë i bukur për vitin e ri, sepse neve i fokusohemi shumë e natës së vitit të ri. Gëzuar! Unë sot do ta mbyll me vlogmas, me që nesër tham janë Krishtlindjet, dhe kështu që është vlogmasi i fundit. Sot mundova që të bashkoj pjesën e paradites edhe të masdites, pavarësisht se isha shumë e ngarkuar, sinqerisht, mundova shumë që bëj 2 video, por gjithsesi, sot do ta mbyllim, duke qenë që nesër të gjithë janë të angazhuar, festojnë, blidhen, prandaj dhe unë sot e mbyll me këtë vlogmas dhe do të shihemi bashkë në vitin 2026.